Shqetësimet gastrointestinale kanë pësuar një rritje gjatë vitit 2025, ku sipas mjekëve specialistë prania e salmonelës në ushqime ka qenë një nga faktorët kryesor. Shqetësimet gastrointestinale janë të shpeshta dhe pothuajse gjatë çdo muaji të vitit. Ndoshta mund të ketë pasur një farë roli edhe kontaminimi i produkteve ushqimore me salmonelën, sepse ato janë shpeshherë infeksione të cilat kalojnë pa u vënë re, duke dhënë disa shqetësime gastrointestinale për të paktën një 6 ditë, 3-4 ditë, ose ndoshta edhe një javë. Po ashtu mjekët thonë se konsumimi i ushqimeve të konservuara apo fast foodet luajnë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre shqetësimeve. Ushqimet kryesisht fast foodeve apo ushqimet pikante apo ushqimet jo të shëndetshme të konservuara etj. Patjetër që kanë një rol shumë të rëndësishëm në shfaqjen e shqetësimeve gastrointestinale dhe sidomos tek ata pacientë të cilët e kanë një problematikë sado fillestare. Bluzat e bardha këshillojnë për më shumë kujdes në dietën ushqimore, higjenë të shtuar si dhe reduktimin e përdorimit të antibiotikëve pa recetën e mjekut. Do t'ju bëja thirrje që veç këtyre fenomeneve të dietës së shëndetshme, të kemi kujdes edhe me higjienën, për dy arsye kryesore. Jo vetëm për parazitozat e mundshme apo për Helicobacter pylori që ne i kemi në praktikën e përditshme dhe vendi ynë si një vend në zhvillim ka statistika më të larta, qoftë edhe të Helicobacter pylori, pra të infeksion me Helicobacter pylori, por të kenë kujdes edhe për infeksionet nga bakteret e shumta, sikurse e përmendëm nga salmonela, sepse një higjenë jo e mirë mund të kontaminojë jo vetëm feten, po edhe persona të tjerë. Gjithashtu i bëj thirrje që të mos përdorin mjekime pa kriter, qoftë edhe kur përdorin, po themi, antibiotikët pa kriter, pasi një përdorim i tillë i antibiotikëve mund të çojë në një prishje të florës normale të zorës. Diagnostikimi i hershëm ndihmon në parandalimin e shqetësimeve gastrointestinale, të cilat mund të çojnë në komplikacione serioze nëse nuk trajtohen.